A jemi gati, po? Atëherë më lejoni fillimisht t'ju falenderoj për kohën që keni kaluar këtu dhe njëkohësisht kërkoj mirë kuptim nga ju që ndoshta s'do të mund t'jem aq i saktë sa do të dëshironi ju sonte, po do të përpiqem që për hir të respektit jo vetëm ndaj mediave të Kosovës, por dhe popullit të Kosovës të prezantoj më së miri atë se çfarë po ndodh tani. Ky është takimi i dytë pas zgjedhjeve të 7 qershorit, me vullnet të mirë, me respektim të plotë edhe të rezultatit zgjedhor, por edhe të gatishmërisë sonë si Lidhje Demokratike e Kosovës që me çdo çmime, me çdo kusht të shmangim zgjedhjet e reja, katërtat me radhë për më pak se 2 vite. Besoj se kështu respektojmë jo vetëm interesin e LDK-s, por interesin e Republikës Kosovës, e cila ka nevojë për stabilitet institucional dhe për punë më tepër se sa për dramë politike. Ishte një takim i mirë, i mbarë, në cilën trajtuam çështje të ndryshme programore, politike, të ardhme dhe strategjike besa për Republikën e Kosovës. Do të përpiqemi edhe në ditët në vazhdim të kemi diskutime më thelbësore, më detajuara. LDK-ja natyrisht se qëndron brenda parimeve tashmë të bëra publike, para që na duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të ruhet stabiliteti institucional, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme të ketë balancë demokratike brenda institucioneve të Republikës. Dhe këtë balancë demokratike LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në të kundërtën edhe kontributi LDK-s, po edhe konstelacioni politik i ndërtuar s'do të ketë as forcë, as fuqi e nevojshme. Do të vazhdojmë takimet me po kaq vullnet mirë, në qoftë se s'bëjmë asgjë, e vetmja gjë e garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Dhe besoj që kjo është as lajm i mirë për popullin e Kosovës, as lajm i mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, të vetëdijshëm për interesin e vendit dhe të vetëdijshëm për politikat që i përfaqësojmë si ne si LDK. Dhe në këtë përpjekje tonë do të insistojmë që të ruhet demokracia e Kosovës dhe që LDK-ja nëse mund të arrijë partneritet me palën tjetër të njihet e përfaqësuar. Nuk kemi folur për emra konkret, pra ende jemi në diskutimet e parimeve, në qoftë se deri me datë 6 gusht nuk do asgjë, kemi kërkuar të vazhdohet procesohet tutje me konstituimin e kuvendit, sepse s'ka nevojë që të pritet, LDK-ja nuk ka asnjë apetit për kryetarin e kuvendit, sepse është figurë ceremoniale, e cila duhet të përfaqësojë edhe, siç e thot kushtetuta, propozimin e partisë së parë, dhe në këtë drejtim LDK jep emrin e vet për nënkryetar të kuvendit. Për çështje tjera, më pas kemi afat kohor shtesë, sa më herët më mirë që bëjmë zgjidhje, sepse Kosova ka shumë probleme, shumë sfida përpara, dhe në këtë drejtim duhet japim zgjidhje konkrete.